Shikues të televizionit Klan, ju përshëndes, këto janë lajmet e orës 12, do të njihemi bashkë me zhvillimet më kryesore të deritanishme. Këshilli për rregulloren, mandatet dhe imunitetin është mbledhur sot në kryesinë e kuvendit për të vendosur mbi kërkesën e SPAK për të hequr imunitetin e deputetes Belinda Balluku, zëvendës kryeministre dhe ministre e infrastrukturës. Kjo mbledhje po zhvillohet me dyert të mbyllura, por do të kemi tani një komunikim të drejt për drejt me gazetaren Elia Zotka që po ndjek zhvillimet atje nga afër. Elia, kush merr pjesë në mbledhje dhe a dihet aktualisht çfarë po ndodh në të? Redi, sigurisht janë 10 antarët e Këshillit për rregulloren, imunitetin dhe mandatet. Prokuroria e posaçme, organi akuzës përfaqësohet nga 3 prokuror, nga prokurori i çështjes Dritan Premçi, nga kryeri i SPAK-ut Klodian Brau, i cili ditën e sotme ka marrë edhe detyrën përpara se të vinte këtu në Kuvendin e Shqipërisë zyrtarisht, dhe prokuroria Dorina Beko. Ndërsa pala e akuzuar, zëvendës kryeministre Belinda Balluku nuk ndodhet në mbledhje, ajo përfaqësohet nga avokati i saj, nga Ardian Kalia. Edhe pse kanë kaluar 90 minuta, sepse mbledhja filloi pikërisht në orarin e përcaktuar në orën e 10:30, vazhdojnë diskutimet mes palëve për procedurën. Demokratët këngurin që kjo mbledhje duhet zhvillohet e hapur, ndërsa socialistët për të kundërtën. Ata mendojnë që duhet zhvillohet e mbyllur dhe tradita parlamentare për mbledhjet e Këshillit, kur ka pasur një kërkesë nga organi akuzës për heqje imuniteti, gjithmonë thon ata është zhvilluar e mbyllur, aq më shumë që organi akuzës në relacionin që i është dërguar kuvendit së bashku me kërkesën për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres, ka specifikuar që ka prova të cilat janë të rëndësishme për sekretin hetimor. Gjithsesi vazhdon diskutimi nëse duhet apo nuk duhet zhvillohet mbledhja e hapur. Demokratët thonë që në rastin se do të ketë një moment kur prokurorët do ta gjykojnë se mund të cënohet sekreti hetimor, atëherë mund të mbyllet transmetimi live dhe mbledhja mund zhvillohet e mbyllur, por ende nuk ka një dakordsi. Ende pra nuk ka filluar prokurorët e çështjes që të parashtrojnë argumentat e tyre pse duhet shkuar drejt heqjes imunitetit dhe arrestimit apo lënies në arrest shtëpie për zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Elia, çfarë parashikon procedura parlamentare lidhur me kërkesën e SPAK-ut? Atëherë, Redi, procedura është e tillë menjëherë pas mbritjes së një kërkese për heqje imuniteti për një nga 140 të zgjedhurit e Parlamentit të Shqipërisë, nuk ka një afat kohor për Këshillin se sa kohë duhet marrë për të mbledhur këtë Këshill apo për ta shqyrtuar këtë çështje. Zakonisht ka shkuar me 2 mbledhje. Do të presim nëse do të vazhdojë e njëjta traditë edhe për rastin konkret, por ndërkohë ka një afat përcaktuar në rregulloren e kuvendit për daljen për hartimin e një raporti nga Këshilli i Imunitetit dhe Mandateve, sepse është një këshill që vetëm i sugjeron, i rekomandon Parlamentit për vendimarrjen që duhet të marrë më pas. Pra është një afat 2 javor. Tradita parlamentare gjithmonë ka shkuar drejt 2 raporteve ndryshme, ndryshe shumica dhe ndryshe pakica për kërkesën e ardhur nga organi akuzës, dhe më pas ky raport specifikohet në rregulloren e kuvendit që mund të diskutohet në seancë plenare, në seancën e radhës. Ne e dimë që seanca e fundit e Parlamentit për këtë sesion parlamentar ishte ajo e datës 18 dhe seanca e radhës është javën e 3 të janarit, sepse parlamentarët do të jenë me pushimet dhe vetëm atëherë do të nisë sesioni i ri parlamentar dhe seanca e rregullt është ajo e datës 22 janar. Gjithsesi, opozita ka kërkuar, ka këmbgulur që kërkohet një seancë e jashtëzakonshme për të shqyrtuar raporti i Këshillit të Imunitetit dhe Mandateve. Gjithsesi, një tjetër parashikim në rregullore është që nëse për 3 muaj nuk do të ketë një raport që do diskutohet në seancë plenare, atëherë kërkesa e organit akuzës automatikisht është e rrëzuar nga Parlamenti i Shqipërisë. Ka patur sot, Elia, edhe një mbledhje qeverie, a ka të dhëna për të? Në fakt, Redi, është një mbledhje e planifikuar. Ishte një mbledhje planifikuar sepse për shkak të agjendës kryeministrit i cili ndodhej në Bruksel dhe në Hag, nuk u zhvillua mbledhja e të mërkurës siç është edhe zakoni që mblidhet mbledhja e qeverisë, dhe për këtë arsye u shtyp për ditën e sotme, është drejtuar nga vetë kryeministri Edi Rama, e pranishme ka qenë edhe zëvendës kryeministra Belinda Balluku. Mbledhja nisi në orën 10 dhe mbaroi pas 60 minutash. Në dienën time është ndër gjithë aktet e tjera që janë miratuar dhe projekt vendimet dhe projekt ligj
ligjet, është dhe një akt normativ për rialokimin e fondeve të buxhetit të 2025-s, ku është parashikuar edhe përcaktimi i pagës minimale nga janari 2026-s, që do të shkojë nga 40.000 lekë që është aktualisht në 50.000 lekë, pra siç e thash nga 1 janari 2026-s. Paka shumë ky është informacioni që vjen, por në orët në vijim do të bëhen publike dhe të gjitha vendimet e marra në mbledhjen e sotme të Këshillit të Ministrave. Të falenderoj Elia për të gjitha këto detaje. Sekretariati i Etikës në Kuvendin e Shqipërisë nuk mori një vendim në mbledhjen e sotme për kërkesën e Partisë Socialiste për pezullimin e 29 deputetëve të opozitës pas kaosit të sejnjtes në Kuvend. Shumica vendosi ta shtyjë mbledhjen për të martën pas kërkesës së kreut të grupit PD-s Gazmend Bardhi për më shumë kohë, me qëllim njohjen me provat që mazhoranca ka paraqitur për përjashtimin e tyre. Në kërkesën e firmosur nga 37 socialistë propozohen ndëshkime me 10, 30 dhe 60 ditë për deputetët e opozitës pasi kanë futur dhe përdorur në sallë lënd apo mjete piroteknike tymmuese, si dhe kanë hedhur sende të forta brenda sallës së zhvillimit të punimeve të Kuvendit. Socialistët shprehen se deputetët e opozitës në mënyrë të organizuar kanë penguar zhvillimin e rregullt të seancës, kanë cënuar personalitetin e drejtuesit të seancës dhe kanë thyer antarët e Këshillit të Ministrave. Kreu i Partisë Demokratike tha sot se vendi nuk ka parlament dhe se rruga e vetme janë protestat e qëndrueshme deri në greva urie. Deklaratat i bëri në një takim me krerët e partive aleate. Ne duhet të organizojmë format më të vendosura, të protestës, të qëndresës, të revoltës. Këta e kanë azjesuar parlamentin. S'ka parlament. Parlamenti nuk ekziston. Ju e keni pa. Aty hyet dyert e mbyllaj, sa fillon edhe zgjedhje të lira. Një qeveri e cila përgatit zgjedhje të lira është kushti gjitha kushteve për ne. Është thirr data 22, protestat tona do të diversifikohen me greva urie, me gjitha format. Me këtë regjim duhet është jetike protesta e qëndrueshme, revolta e qëndrueshme. Kryeministri Edi Rama rrëfeu në emisionin Opinion rrugtimin e tij politik që nga cikli i takimeve refleksione në vitin 90 tek marrëdhëniet me disa nga protagonistët e zhvillimeve politike dhe deri tek qeverisja e sotme. Ai tha se edhe pse kanë kaluar tashmë 35 vite, Shqipëria është ende në të përpjetën e vendosjes së një shteti ligjor. Në atë kohë, kur keni dhënë një nga intervistat e parë. 35 vjet pasi nisi së bashku me Ardian Klosin dhe Kasëm Trebeshinën, Refleksione, një cikël takimesh ku për herë të parë u kërkua vettingu për figurën e diktatorit Hoxha dhe lirimit të burgosurve politik, Edi Rama është rikthyer në sallën e Akademisë së Arteve për të rrëfyer përballë Blendi Fevziut të gjitha emocionet, frikrat dhe të vërtetat e asaj nisme. Ju keni thënë që ne nuk duam të hedhim balt mbi figurën e Enver Hoxhës, po duam të heqim baltën që Enver Hoxha ka hedhur mbi ne. Ajo që ka ndodhur atë ditë, kur unë kam përmend emrin e Enver Hoxhës, këtu, ajo ishte tamam si një seancë ekzorcizmi, këtu u ngritën gjithë njerëzit në salla këmbë. reagoi ama. Prap ishte si frikë. Edhe pse synimi i intervistës nuk ishte as pak aktualiteti, Edi Rama duke kujtuar një bashkëbisedim me Isuf Vrionin, pas vendosjes së pluralizmit, u ndal tek gjyqësori kur tha se ashtu siç ai e kishte paralajmëruar, shteti ligjor në kuptimin e drejtësisë së drejtë ende pas 35 vjetësh nuk ekziston. Dhe shteti ligjor përmes gjykatës është një trup njerëzish të pavarur, të aftë dhe të ndershëm. Faktikisht, kur i shef sot gjërat, e kupton që jemi akoma në një të përpjet për shtetin ligjor dhe për gjykatat e pavarura. Pa ja përmendur asnjëherë emrin, ai bëri përgjegjës Sali Berishën për retorikën e ashpër politike në 35 vite. Lidhet me fatkeqësinë e madhe që një komunist ultra fanatik u kthye në një konservator ultra fanatik dhe gjuhën e urrëties, teknikat e degenerimit të tjetrit, luftën me çdo lloj kundërshtie brenda vathës vet dhe me çdo lloj kundërshtari e ktheu në metodë. Megjithatë, Berishës i vlerëson një cilësi që sipas tij Fatos Nano si mungonte. Si do ta përkufizoje Fatos Nanon? Shumë talent, pak vullnet. Ndërkohë, kush është njeriu politik më i vullnetshëm që keni njohur këto 35 vjet? Më i vullnetshmi në të keqen e vet është ai miku jot.
Pa diskutim. Berisha? Nuk ja të zë emrin unë tani. Për Ilir Metën nuk pranon të komentojë dhe thotë se qëndron ende për kufizimin që i ka bërë tek libri Kurbani. Paka shumë ai është raporti që ka qenë vijimësisht edhe më pas. Por Edi Rama pranoi të flasë gjatë dhe me detaje për takimin e 17 maj 2017 me Lulzim Bashën. Apo çfarë do tha? Ulëm i tash. Edhe ulëm edhe kemi fol pastaj gjëre gjatë. Punë fare, u morëm dhe shpatëm vetëm një diskutim fund. I thash, do marrësh të pyesësh? Po më zgjenjen tha, po ku e pyes ato unë tha. Tha Luli. Po, ai tha do japi bekimin. Po se u takuam prapë më të nesmen. Edhe tha që shkoi bisedoj me Berishën. Ishte tha një gjysh i lumtur. Momenti më i rëndësishëm në jetën e tij dhe momenti më mbreslënës për Edi Ramën e ka emrin Linda. Kur Linda pranoi të bëj gruaja ime. Rama nda në intervistën e tij dhe momentin më të vështirë në jetën private dhe ato politike. Bëja luftën për të marrë drejtimin e Partisë Socialiste dhe njëkohësisht duhet të ndiqja ecurinë e smundjes së djalit tim. Kur ka hyrë në vitin e 13 të qeverisjes si kryeministër, Edi Rama nuk e ka ende një datë kur do të largohet nga politika. Jo. Jo, fare. Fare? Jo, sepse për mua ky është mision. Misioni im është që ta çoj mendimin e Zotit dhe shqiptarëve Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Atëherë të falenderoj për intervistën. Kryeministri Edi Rama njofton rikthimin e përdorimit të lirë të TikTokut pas suksesit në bisedimet me rrjetin e madh social kinez. Në një intervistë për Politikon, Rama shprehet se është surprizuar nga gatishmëria e TikTokut për të bashkëpunuar. Shqipëria nuk do ta zgjasë ndalimin një vjeçar ndaj TikTokut, siç konfirmoi kryeministri Edi Rama në një intervistë për portalin prestigjioz Politico. Vendimi për të lejuar sërish përdorimin vjen pas bisedimeve të suksesshme me një prej rrjeteve më të mëdhenj social në botë. Jemi të kënaqur me rezultatin. Ne kemi krijuar partneritetin dhe shpresoj që në javët ose muajt e ardhshëm do të zbulojmë planin për popullin shqiptar, ashtu siç premtuam. Rama shpreh i surprizuar nga gatishmëria e TikTokut për të bashkëpunuar. Fillimi ishte normale të mendonim se ata do të na luftonin, do të hakmerreshin ndaj nesh, do të na bënin presion. I takova vetë dhe mbeta vërtet impresionuar nga qëndrimi i tyre. Ata po dëgjonin me shumë vëmendje argumentet tona. Politico shkruan se platforma me qendër në Pekin nuk ka reaguar ndaj kërkesës për një koment. Ndalimi i një vjeçari përdorimit të TikTokut hyri në fuqi në mars të këtij viti si pjesë e masave reaguese të qeverisë për vrasjen tragjike të një nxënësi 14 vjeçar nga një bashkëpunëtar i tij pas një sherrri në rrjetet sociale. Qeveria tha se u konsultua me shoqërinë civile, por Politico shkruan se ndalimi pati pak efekt në zgjidhjen e çështjes së dhunës në shkolla apo asaj digjitale. Shtetet e Bashkuara pezullojnë lotarinë amerikane Green Card pas sulmit me armë në një universitet ku u vranë edhe 2 studentë. Vendimi Donald Trumpit erdhi pasi autori kishte hyrë në Shtetet e Bashkuara përmes këtij programi përpara 8 vitesh. Donald Trump merr vendimin drastik për të pezulluar programin e lotarisë amerikane Green Card pas masakrës në Universitetin Brown në Massachusetts, ku u mbetën të vrarë 2 studentë dhe u plagosën 9 të tjerë. I dyshuari kryesor, 48 vjeçari portugez Claudio Neves Valente, kishte hyrë në Shtetet e Bashkuara në vitin 2017 pikërisht përmes këtij programi. Ai u gjeti vdekur të enjten nga një plagë vetë shkaktuar pas një ndjekjeje policore 6 ditore në disa shtete. Përveç sulmit në universitet, Valente akuzohet edhe për vrasjen e një profesori të njohur të Institutit të Teknologjisë në Massachusetts. Sekretarja për sigurinë kombëtare Kristi Noem deklaroi se vendimi Trump synon që asnjë amerikan të mos lëndohet më nga ky program shkatërrimtar. Administrata rikujtoi se kjo skem ka sjellë në vend edhe autorë të tjerë sulmesh terroriste në të kaluarën. Aktualisht autoritetet po hetojnë për motivet e sulmit, ndërsa fati i mirë aplikantëve të llotarisë në mbar botën mbetet i paqartë. Në fund të nëntorit Trump mori edhe 2 masa ekstreme kundër të huajve, duke bllokuar të gjitha aplikimet për viza nga Afganistani e duke ndaluar përpunimin e të gjitha kërkesave për azil, pasi një refugjat afgan vrau 2 efektiv të gardës kombëtare. Ishte ky dhe informacioni i fundit për këtë edicion lajmesh. Bashkë miru pafshim.